Jeni një nga mërgjimtarët ku keni bërë edhe organizime dhe mbi për ardhjen e mërgjimtarëve për të votuar në Berlin, cila është kërkesa juaj kësaj radhe nga kryetari i Komunës Kërçovës? Po, s'pari i falenderoj gjithë mërgjimtarët. Për 3 ditë më rritëm një numër shumë të madh, që lamëroheshin me vullnetin e tyne. Ne kërkuem pi kryetarit që në zgjedhjet e ardhshme në menoj pi kërçovarëve që me një kandidat na dalin. Kjo është kërkesa jonë e parë. Pastaj kërkuem që diçka më mirë të punohet për qytetarët tonë, për kërçovarët tonë, edhe do të qofin në vazhdim si vazhdojnë gjanat. Faleminderit shumë. Faleminderit, suksese. Po, masi u dashtë në Kërçovë të vazhdojnë edhe rrethi i dytë i zgjedhjeve, shpresoj se edhe këto zgjedhje do të kalojnë ashtoni si duhet, duke falënderuar edhe mërgjimtarët, që Zotit ka ne shnoshe mirë edhe shpresojmë të kthehen edhe njëherë të kthehen prapë shnoshe mirë për atë nga kanë ardhur. Me të vërtet kanë kriju emocione sikur të kthehemi në vitin 2013, që në zgjedhjet e ardhshme mos ju vinë puna në aktin e kry 5 në 12, të vinë edhe si kësaj radhe që ishte jo e qartë me 3 kandidatë. Kërkesa e mërgjimtarëve është 2 vjet përpara të dihet se kush do të përfaqësojnë dhe kush do të garojnë në zgjedhjet e ardhshme. Po, pi Teksasi, Dallas. Vendos albite për katonin tem, për kombin tem, për shqiptarizmin tem. Votojmë inshallah, e rregullojmë si duhet. 2 herë, 18 saat në aeroplan. Vetëm për Kërçovën. Vetëm për Kërçovën. Për shqiptarin tem. Edhe ju? Po në unë qashto. Me qëto fjallë që shto vlaj, e në thëmë, në unë jem në Wisconsin, në Amerikë, dhe unë ishe para një muj, kështë erdha për votimet, për kombin tonë, që shpënua këto keni me gjizemër dëu që kombi juën përbarën në gjdo aspekt. Me gjizemër këshillu gjithë neve, për vetë se që ne të bashkohemi, jetë një shqiptar për gjdo gjë, që dhe se s'ka dalje. Nuk është pona se ne lodhemi, ne vim për venin tonë, po është pona që kur vim këto në shofim juve, grindeni me njëni qetrin, i kini bo disa ponë, sa më ne imi gurbet, disa nuk shepemi gjatë ko, po ju pak i kini bo do ponë, nuk ullin një tavolin, për një kafes bashku, edhe kusha njëre ma e ka fito qky, e pja dorën. Qashtu Amerikanë pënujnë, dalin 5-6 vetë, për shembull, parë se del Trumpi, e në këta lavos që qirë gjyshin, dullin një gërmat, kur hopi për shembull në për këta zgjedhjet fillimi, jashtë treni dorën, thotë, good luck. ka është të snak, prapë. A ne e majmë pak i natë, këtu do të qatë i natë i ta fjulli. Janë zgjedhje, si të themi, kryesore për ne shqiptarët, për shkak se erdhëm në këtë situatë që të bujmë në zgjedhje tjera e janë shumë të rëndësishme. Duhet të votojmë, kanë ardhur popullata, ka ardhur diaspora, kanë ardhur mërgata. Hera dytë është që i vinë. Inshallah nuk përsëritet për 3-ën herë. Se janë të lodhur. I lodhëm, i skapitam, i dërmum. Ka qenë iniciativa shumë të mëdha dhe për ardhmërinë e këtij vendi që tu. Por na gjithmonë shpresat i kena si humbim kur për Kërçovën. Kërçova është vendi jonë ku mujna me jetu krejt bashk për një ardhmëri më të mirë. Inshallah politikanët tonë i bojnë që ato gjëna që duhet, sidomos shara mungon një spital, që është kryesorja, për na vdesin familjarët rrugëve, edhe shumë kanalizime gjonë sen, edhe pak ka punu në Kërçovë, për nuk ka punu sa duhet. Ajo ishte shumë mirë. Shemë me dalë një kandidat të përbashkë shqiptar, jo 3 me luj tjerit. Kjo është loj, shumë. Lodhje e madhe është, se na sa jena kanë pushim, tash me ardhë prapë, çdo herë, na kena me ardhë çdo herë, mirë po është me na kursyje pak. Po kemi ardhë për Gjermanie për që këta votimet, shofim si ta buim, duhet votohet, Kërçovën duhet më e lishojmë, njërsa
monemi ta majmë. Po me vethur, ishtë një në votimet e para, po prajta se 2 javë ditë si vjen të kthejem prapë në komnet këto shtysh. Nuk ka Kërçova kapacitet për 3 vejet, për 4 vejet sa uteket të dalin në për Kërçov. Është ma mërë një ta zjedhin kush o majrje në të votohet qaj se është monema për gurveçarët të vinë. Gjalli shkoj para një jave u këthaj mëran prapë. Ka fëmi, ka sen, nuk mundet t'i lojnë vejet, është maltretim për gurbeçarët, po që ashtu e kam vendos në për Kërçovë. Po ne ditë në kapajten ata se nuk kimi neja që kimi obligimet tona, se shansi këto në polë në një që janë, në t'a lojnë polën e të vinë Gjermani në të votojnë. Ajo është njëta gjatë, që ose Kërçovarët vinë Gjermani të votojnë, për 2 ditë në të vinë në Gjermani në të votojnë, e në ta shofin se si është ajo erdhmja, nuk është kollaj, është 5 orë maltretim, është në për aeroplanet. Por najsë hypë zërbyt 5, po është 5 tërmajan 10 orë të hopme. Vjem këta u i ljothë, ja që ishtë që të kërkuim po, nuk di ne që ishtë probleme kimi në Macedoni. Gjermojtë se na i zjedhin problemet. Ne jemi vim nga Roma, edhe kemi erdhë për të votu, do me thamë, për të drejtat edhe për të mirat e shqiptarve, edhe ju uroj çdo kujt fitore. I dëshiroj krejt atani që kanë mendime të ndryshme të menduajnë, të kenë një mendim të përbashkët edhe të votuajnë për shqiptarin. Vazhdo, po, jam shoqja e Filit. Për që ata qishtë, po, kemi erdhë bashkë. Për që kitë qëllim, për herë. Asë njerë Kërçova s'monet bote huja, jo në ashtë. Jam Bebi Pajaziti, vin nga Florida, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si gjithmonë kemi qenë të organizu, edhe pse jetojmë larg vendlindjes, gjithmonë shpirtërisht jemi të lidhur me këtë vend. Ky vend Kërçova ka fol 12 vite shqip, edhe uroj që edhe sot të gjithë edhe më gëzon edhe pse emocionet mërgata nuk ka kursy, kam pas shumë edhe që i kam kontaktu, që kanë ardhur, nuk janë kursyer, edhe shumica më vjen keq që sot që në mëngjes në orën 7 kanë votu dhe janë kthy, edhe siç i kam dëgjuar bëj edhe një deklaratë publike, nuk duhet të na mohojnë që të vijimet na bllokojnë aeroporte, autostrada, kufi, se ne jemi shqiptar, këtu kemi lind, edhe jemi të gatshëm në çdo moment që të vdesim për Kërçovën tonë të dashur. Absolutisht nuk më shqetëson fakti për Kërçovën se Kërçova është e jona dhe do të ngelet e jona. Nuk duhet ta anashkaljoj domethënë politikën që kam bërë, edhe besoj që do të ishte shumë në favorin tonë që ishëm bë zgjedhje primare, sepse jetoj në një shtet demokratik, edhe nuk do të jetë gjithmonë një i pëlqyer i një partie apo dikujt. Edhe më vjen keq, edhe uroj që në të ardhmen të bëjnë zgjedhje pak më të mirë, edhe njëkohësisht deshe se kam të falenderoj Radio Televizioni Uskana, i kam përcjell edhe të gjitha intervista, e njëkohësisht nuk duhet që mos i përmend doktor Florim Cuculli edhe arkitekt Hamdin Maksutin, të cilët vërtet besoj që e kanë rinë gjallë, edhe njëherë, edhe vërshun, edhe sot do jetë hurakan i vërtet që Kërçova prapë do të frymojë shqip. I lutemi Zotit që gjithë këtë mund, këtë sakrificë, këtë emisión, këtë dashurinë ndaj vendit tonë, që prapë të jetë shqip. Normalisht erdhëm për ta bërë detyrën tonë kombëtare, do të thënë në rastin konkret, me qëllim e përdor këtë term, që të arrijmë qëllimit të cilin e kishim përcaktuar paraprakisht në mas rundit të parë. Ja, shpresojmë se rezultati do jetë pozitiv në favor të kandidatit tonë. Po ishim edhe para 2 javësh praktikisht, edhe atëherë dham votën për njërin prej kandidatëve. Mbasi sipas asaj që u morëm vesh, praktikisht doli një fitues në mesin e bashkëkombësve tanë. Tani erdhëm përsëri që ta konfirmojmë përzgjedhjen tonë. Unë vi nga Tirana, bashkë me bashkëshorten dhe djalin e vogël. Nuk isha në rrethin e parë, erdha në rrethin e dytë, të jap kontributin tim si qytetar.
besoj që gjërat do shkojnë mirë dhe të fitoj më i miri. Sigurisht, unë preferoj kandidatin që unë kam votuar. Vota është e fshehtë dhe Vetmja detyre imja sot që ja kam vënë vetes është marrë pjesë në votim me të votoj. Kjo është një vot. Po unë mendoj se është vot goxha e madhe, sikur se vota e atyre gurbeqarve që erdhën nga Amerika dhe nga Zvicra, jo vetëm për ta kryer detyrën e tyre, po për t'i zgjuar nga gjumi edhe disa që janë këtu dhe ende ndoshta janë në dilemë atë dalin të votojnë dhe u bëj rigja të gjithëve që më dëgjojnë, që më shohin, ka ende kohë, nuk është vonë, turë vrap ke kutia e votimit për dalë faqe bardhë dhe unë kam goxha shpresa se do na shkojmë mbarë sot. Po, unë javën e fundit kam bërë udhëtime tepër të largëta, më thonë, para një jave sot kam qenë në San Francisco, ditën e ejtë edhe ditën e premte deri shtunën në Angli, edhe do më thonë, dje jam nisur prej Newcastle në mëngjes, në Amsterdam, Zürich, Prishtinë, edhe sot në Kërçov apo si e quajmë ne Uskandë. Më thonë, udhëtimi gjatë për të dhënë një votë. Po, shiheni, unë besoj se ky është një votim i rëndësishëm, interesi që është treguar edhe i diasporës edhe organizimi që është bërë në diasporë tregon se sa interes ka për këtë raund të dytë. Shpresojmë që të kemi atë rezultat për të cilin ne gjithë jemi mobilizuar. Natyrisht që falinderit të gjithë atyve që kanë ndihmuar që ky proces zgjedhor përsëri të kalojë në mënyrë të qetë, mënyrë të organizuar, domethënë tani të shpresojmë për një të ardhme më të mirë për qytet, për këtë qytet të cilin ne shumë e duam.